Në vend që stoqet e mbetjeve të pastroheshin, dikush ka zgjedhur rrugën më të shkurtër, më të lirë dhe më të dëmshme, i ka shëshuar dhe i ka hedhur pa asnjë në përrojën e vrakës. Pringa përfundojnë drejt për drejt në liçenin e Shkodrës, një veprim i rënd i qëllimshëm me pasojë serioze për mjedisin. Kjo situatë zgjati vetëm pak ditë pasi stoku i mbeturinave ka nisur sërish të grëmbullohet pranë urës hekurullore mbi përrojën e vrakës, ku kufizohet Bashkia Shkodër me Bashkinë Malësi e Madhe. Prej vitesh në mënyrën më flagrante ky territor është shndërruar në një landfill të paligjshëm, ku mbetjet e hedhura ndotin ujin e kristal të përrojit që buron nga malet që vijnë rrugën e ndotjes drejt liçenit të Shkodrës. Kjo gjendje është e patulurueshme për strukturat e mbrojtjes midisore Shkodër dhe dy prej bashkitë përgjegjëse. Të tolerosh hedhjen e mbetjeve në brigje të përrojit dhe ndotjen që ato shkaktojnë është jo vetëm papërgjithshmëri, por një akt i pafalshëm ndaj natyrës dhe komunitetit. Mjedisi i pastër është një kushtetutë themelore që Shqipëria duhet të përmbushë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian, por vatra të tilla ndotje me pasojë të rënda dhe afaxhate dëshmojnë se në terren problemet janë alarmante. Për këtë arsye institucionet e mbrojtjes midisore dhe pushtetit vendor marrin një përgjegjësi të madhe për këtë realitet të trisht.